Qindra qytetarë nga Kosova të organizuar me vetura e me autobus kaluan kufirin për në Maqedoni dhe morën rrugën për në protest. 9 nga 10 veturat të cilat kalojnë kufirin nga Kosova për në Maqedoni janë me targa të Kosovës. Kush me shok, kush me familje e kush të organizuar në grupe janë nisur për në protestën organizuar nga shoqatat që kanë dalë nga lufta e UÇK-s. Zyrtarët policorë zbatonin procedurat e zakonshme të kontrollit, por gjatë kohës sa ekipi qëndroi në terren, nuk u vërejtën vonesa. Në funksion ishin që të 5 kabinat policore për kontroll. Doganjerët ishin më tepër në numër dhe kontrollonin gati çdo vetur. Kontrolloheshin edhe autobusët me të cilët në mënyrë të organizuar udhëtonin veteran të luftës. Nga ata që ndaluam, nuk u ankuan për pengesë nga policia. Në protest kërkojnë lirimin e të arrestuarve nga gjykata speciale. Dhe ne luftëtarët të gjithë, edhe nga qenit dhe ku janë të gjithë shqiptarët, kërkojmë drejtësi. Përveç drejtësisë për qërimtarët kërkojmë liri dhe ka sa më shpejt të na vinë në familjen e tyre. A bënon problem kufi diçka policia? Jo. Po jo se gjujsa ishin të këtu. U këshim Maqedon kemë përshëndetsin Allahin e ruft. Unë e baja apel gjykate speciale mos u bën Serbi e Rusi. Edhe një pjesë e politikave në Prishtinës janë bashkë me Serbi edhe me Rusi për një muajnë Hashim Thoshin, me Najnborg. Prej Mitrovicës. Prej Mitrovicës në Shkup. A cilët do t'jenë thirrjet tuaja sot në Shkup? Lirim sa më të shpejt të krerëve të UÇK-s, janë kamohen pa drejtësisht atje, është mendimi junë edhe është e vërtetë kjo. A patët problem diçka në kufirin? Jo, mirë shumë kemi mi kalu. E mes protestuesve pati dhe një qytetar të cilit i kishte skaduar regjistrimi i veturës dhe u detyrua të niset në këmp. Ja. Unë që atë jo nisë edhe besoj që nuk do të kemë probleme o do shkojmë. A patët pengesa në kufirin? Jo. Se nuk për provokojmë kërkan, kemi ardhë me kërku lirimin e qërimtarëve tonë. Për në Shkup ishte nisur dhe kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj. Përpos nga Kosova në vendkalimin kufitar në Blac u vërejtën shumë vetura që vinin nga Shqipëria dhe nga Bujanoci.